Ish banori Big Brother VIP Xhu Mallushi është kthyer në qendër të vëmendjes pasi I ktheu një përgjigje ironike moderatorit Ledion Liço, por menjëherë pas kësaj deklarate është sulmuar nga llogari false në rrjet. Xhu Mallushi u përgjigj ironisë së Ledion Liços, I cili gjatë spektaklit të Big Brother VIP Albania e kishte përmendur si I proteinave që do të fikte dritat e shtëpisë. Në videon e tij thumbuese, Xhumi referohet zërave për një krizë të mundshme mes Ledionit dhe Sara Hoxhës, duke thënë: "Po mua më kanë thënë që të kalon gruaja, ku do I gjesh lekët që të hash bukë ti?" Menjëherë pas kësaj deklarate, e cila vjen në një periudhë që qarkullojnë zëra të pakonfirmuar për jetën private të moderatorit, Xhu Mallushi ka bërë të ditur se është sulmuar nga llogari false. Ai ka shpërndar foto të profileve falso dhe komenteve negative, të cilat përmbajnë kritika dhe ofendime të ndryshme, përfshirë shprehje si drogaxhi. Përballë këtij sulmi, Xhu Mallushi ka reaguar dhe me një video ku I drejtohet direkt personave që fshihen pas këtyre llogarive. Ai u shpreh: "E po të hapësh llogari vetëm për të më ofenduar mua, bëj diçka me jetën tënde, do të ndihesh më mirë."